صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Falënderimet dhe frimet ati ashtu dhe të përmani Zot. Ate falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe strehim kërkojmë brojtjen nga Allahut. Nga e keqja e vetes son, veprave tona të shëntuara, punëve tona të liga. Dijeni se atje ka udhëzuar dhe ka ndihmuar Allahu dhe të dijet s'ka kushje mund, ndërsa atje ka munduar ai s'ka kushje dhe të ndihmë. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër pos ti që meriton adhurimin, i cili është krijues, i krijuesi i botrave, i gjijeve e i njeriut. Si dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhis salam është rob i dërguar i tij, paqja, mirësitë, begatita Allahu qofshin mbi pejgamberët e tij, si dhe salavatet dhe selamet tona të përzemërta ja dërgojmë njeriut në meritor, ulës së pejgamberis Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, si dhe paqja dhe bereqeti begatit e të gjithë përshishmit Zot, qofshin për një familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik, si dhe gjithë ata të cilët pasuar janë duke ndjekur dhe do të pasojmë në të ardhmen në rrugën e drejtor të Muhamedit alayhis salam. Të nderuar dhe të respektuar besimtar, nikmetet të mira të Allahut janë të shkurta, të cilat ja falin njeriut, por nga nikmetet më të mëdha që Allahu do t'i falë njeriut është udhëzimi, të cilin udhëzim Allahu veçoi nëpërmjet fjalës së tij dhe të zgjedhurve pejgamberëve të tij. Sikur mos ishin pejgamberët, do të njihnim ne kush është Allahu, nuk do të kuptonim se si duhet të jetojmë këtë jetë dhe si duhet të përgatitemi dhe të njohim jetën pas vdekjes. Në botë ka dy kategori njerëzish. Njerëz të cilët nuk besojnë dhe njerëz të cilët besojnë. Ata të cilët nuk besojnë japin vlerë dhe rëndësi të madhe të kësaj jete, ndërsa ata të cilët besojnë janë të edukuar, janë të mësuar se njeriu përjeton katër fazë në jetën e tij. Mësimet islame në mësojnë se njeriu jeton etapën e krijimit të tij dhe zhvillimit në barkun e nënës. E mëson gjithashtu për jetën pas lidhjes së tij dhe kësaj jete jep me vlerë të madhe dhe mu për këtë edhe Allahu do të çojë pejgamber dhe shpallje të shkurta dhe ta mëson njeriu se si ai duhet të jetojë në këtë jetë, se si ai duhet të gjinet në këtë jetë. Pastaj, ata pejgamberë na lajmëruan për fazën e tretë, që është jeta në pareza, dhe mbi fazën e katërt që është jeta e përveshme në botën e ahiretit. Do të tentojmë të flasim pakës për do të kombinojmë disa tema, nga se situata është e tillë që do të prekim disa çështje, para se ditësh ne shohim se ditët na harxohen.
çdo ditë që kalon për ne do të jemi më afër vdekjes e që në kupton më afër llogarisë dhe më afër krijuesit. Këtu kam një dhuratë që është përgatitur për dikuj, ka emën, ka adresë, këtë do të cekim në fund, kur do t'jetë më tepër xhamat, të shkojmë se ku jemi futur farë rrugave dhe farë provokime i varë muslimanëve për fat të keq. Thashë do të shënditemi që të kuptojmë para se gjithashtë se çdo ditë që kalojmë për ne është më afër fundit tonë. Andaj, para se gjithashtë do të ceki vetëm ajetin e surës Al-Anfal, ajetin 33 ku Allahu thotë: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Vallahi pra Allahu nuk do t'i donon ata cilët. Nuk dënon Allahu ata të cilët janë në rrugë të drejtë, të cilët njohin të rregullat, dispozitat e fesë dhe nuk bëjnë shregullime me akte me veprat e tyre mbi sipërfaqen e tokës. Allahu i përkran, i stimulon dhe i krenar ata të cilat janë me përmirës në këtë botë, për të thotë Allahu nuk do t'i dënoj pra ata të mirën asnjëherë, por ata do të shpërblehen, ndërsa dënimi i Allahut vjen mbi ata të cilët dhejnë rregullat, fjalën e Allahut. E kush janë ata? Çdo kush që mëkaton, çdo kush i cili para se gjithashtu nuk njeh Allahun, nuk njeh pejgamberët e tij, nuk njeh ligjet e Islamit, ai është nga njerëzit potencial të doja që meriton dëshkimin e Allahut, por ja që Allahu kurseu ata, pse? Wa anta fi derisa ti o pejgamber në mes të tyre. E ka për qëllim Allahu kursej mushrikët me një dënim kolektiv, nga se në të kaluar para hadithit të Muhamedit alayhis salam, Allahu dënonte si rezultat i mosbindjes. Ka shik fjalëve të pejgamberit të tij, dënonte popullin e tërësi, ashtu siç dënoi popullin e Lutit, popullin e Nuhit dhe shumë popullin e të kaluar për të cilën na tregojnë tregime të shumta Kur'ani i Kerimit, por edhe dhënie të shumta të Muhamedit alayhis salam. Por Muhamedi alayhis salam ishte njeri si çdo njeri tjetër. Dhe Muhamedi alayhis salam ndroi jetë dhe nuk është në prezencën e njerëzve. Pra, me kalimin e Muhamedit alayhis salam ka të jetë në botën e ahiretit, ra një nga mundësitë që Allah mos të dënojë në formë kolektive njerëzit, nga se është Muhamedi alayhis salam në prezencën e njerëzve sot në botë. Por Allahu vazhdon. Mandej dhe përfundon këtë ajet kuranor dhe thotë: "Wa ma kana Allahu mu'adhibuhum." Dhe Allahu asesi nuk do t'i dënojë wa hum yastaghfirun, përderisa ata kërkojnë falje. Dhe të kërkojnë falje në këtë ditë. Në këtë ditë të madhe, në këto çaste të bekuara që Allahu dalloi këtë ditë nga ditët e javës, që është ditë pendimi, ditë kërkim falje, që Allahu të na falë. Të na i falë të gjitha kusuret, të gjitha gjunat të cilat
Allahu Azza wa Jall e nderoi njeriu duke u mësuar. E nderoi njeriu para se gjithash në vetë stadin e krijimit të tij kur e dalloi nga krijesa. Dhe faktet flasin se njeriu është krijesa më e përcosur, më e përgatitur, e cila arrin kur të përdor mendjen e tij dhe atë pastërtinë shpirtërore që ka brenda të menaxhojë, të kontrollojë setet, forcat të cilat krahasim me forcën e njeriu është shumë më i dobët. Njeriu ka arritur ta zbut dhe ta fut në shërbim të tij një elefant i cili peshon dhe ton. Nuk kemi pa elefant që mund ta kontrollon njeriu, por njeriu kontrollon elefantin. Njeriu ka arritur në gënësirat të izbus në trajnimet dhe mësimet të cilat njeriu ja u mëson këtyre gënësirat. Kjo tregon se njeriu si krijesë Allahu Azza wa Jall e nderoi dhe e dalloi. E dalloi para se gjithash nga se ja pali shpirtin, e dalloi nga se e përgatiti fizikisht që të jetë një aftë të kontrollojë një pjesë të madhe të ambientit natyrës ku ai do të jeton, por në të njëjtën kohë ai do ta përgatit Allahu Azza wa Jall me shqisat, me përgatitjen e tij fizike që ai të ditë të komunikojë. Allahu Azza wa Jall në sure Al-Balad ajetin 7 thot: Bismillahirrahmanirrahim, alam naj'al lahu aynayn, a nuk ja falem, nuk ja thamë ti njeriu sy, që në përmjet syve ai të udhëzohet, të kuptojë para se gjithash se ku është, ku gjitet, të orientohet, që në përmjet syve ai të arrijë të krijojë bitje dhe të arrijë të qetësojë shpirtin e tij, wa lisanan wa shafatayn, dhe ti njeriu të prani ata buzën dhe gjuhën dhe buzën, wa hadaynahu najdayn, dhe ne këtë njeri e udhëzuam. Ja mësuam njeriu rrugën e vërtetë nëpërmjet shpalljeve, nëpërmjet librave, nëpërmjet pejgamberëve, ç'është rruga e drejtë, cila është ajo rrugë që Allahu e quajti siratin mustaqim, rruga e drejtë, rruga e cila çon drejt qetësisë fitoreve të kësaj jete, por e cila nuk përfundon me këtë jetë. Nga se rruga që çon drejt xhenetit duhet të kaloj mbi një urë të cilën urë Allahu e quajti sirat. Pra kjo jetë është e lidhur me këtë rrugë dhe kjo rrugë lidhen pra jetën e ahiretit të cilën urë Allahu e quajti sirat. Ai cili do të arritë të kaloj drejt si duhet këtë jetë, do të kaloj shumë lehtë edhe siratin. Kjo është udhëzimi që Allahu e udhëzoi njeriu. E udhëzoi nëpërmjet pejgamberit alayhis salam, i cili erdhi dhe na mësoi se çfarë do Allahu nga ne. Në të njëjtën kohë, pejgamberi Allahu na mësoi se çfarë uren Allahu nga ne. Asnjëherë ne me mundësitë tona si njerëz nuk do të kishim mundësi të kuptonim se cilat të vepra Allahu i don nga ne dhe cilat punë ai urren. Shumë do t'i përkushtoheshim një pune nëse dikush e don atë punë nga ne. Shumë do të kishim të kujdesshëm
një punë për të cilën do shta dikushi do të na shpërblente me këtë jetë. Por, si duhet të sillemi ne si besimtar kur pejgamberi alayhis salam na mëson mbi punët të cilat Allahu i kërkon nga ne dhe mbi veprat të cilat Allahu nuk i don nga ne. Kur pa të folë mbi një dukuri të cilën e uren Allahu e që ishte e lypja të jetë besimtari lypsar, Allahu nuk e don të këte. Pejgamberi alayhis salam përmendi dhe pse Islami na mëson mbi shumë vepra të liga të cilat Allahu nuk i don dhe pasojat e veprave të liga janë fatale mbi njeriu dhe shoqërinë kur të kryen ato punë të pista, do të quaj. Pejgamberi alayhis salam në një hadith na tha se keriha Allahu thalatha. Keriha Allahu lakum thalatha. Pra Allah i uren më së shumti 3 vepra nga besimtarë. E para ishte qile u iqam. Dhe të dojmë të qëndrojmë këtu në këtë vepër të shëmtuar, ku thamë se Allahu azza wa jall njeriu t'ja dha gjuhën, ja dha edhe buzën, pa gjuhë dhe buzë njeriu nuk do të mundte të fliste dhe të komunikonte. Dhe ky Islam edhe pejgamberi Allahut të na mësoj mbi atë se si ne duhet të kemi jetë të kujdesshme dhe duhet gjithmonë të kemi frikë nga një vesë, nga një dukuri, nga një punë të cilën Allah nuk e don nga ne, e që është përgojim. Ndryshe, pejgamberi alayhis salam e ka përdor atë që njeriu e përdor më së tepërmi kur përgojon. Qile u iqam. Tash e thënë, ka thënë filani, i kam thënë filani, ka thënë filani se filani ka thënë diçka. Kjo është e bardhja e fjalëve në mesin e njerëzve. Përgojimi pra në Islam është i ndaluar rreptësisht. Allahu azza wa jall në surën Hujurat, ajeti 12 në thot, estaizu billah, bismillah, ja ejuhalladhina amenu, o ju të cilët keni besuar, ijtanibu kathiran minat dhann. Largoni prej dyshimeve të shumta, nga se inne ba'da dhanni ithmë, nga se dyshimet qojnë në mëkat. Cilat janë dyshimet? Të dyshosh dhe të fillosh të hulumtosh. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dhe mos hulumtoni pra, duke dyshuar se këto dyshime më çojnë ju të hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit. Dhe mos përgojoni njëri tjetrin. Allah azza wa jall kur do të jetë më i qartë në shembujt për të vetëdijsuar njeriu, merr shembuj shumë interesant. Për na treguar se hipokriti, munafiku, nga se rënjet dhe fesadet, shregullimet në një shoqëri, më së shumti që i zhvillojnë janë një kategori njerëzish që njihen ndryshe me emrin munafik, hipokrit, dyftyrësha. Dhe për t'jo bë me tyje se ata janë tepër të rrezikshëm dhe fundi i tyre është fatal, Allahu thotë se ata nuk do të hyjnë në xhenetin e Allahut. Ëndra çdo një besimtari të
xhenetet e premtuara. Dhe Allahu azza wa jalla thot, ata thot, kur do t'i shohësh ti o Muhammed? Të hyjnë në xhenet. Hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Kur do ta shohësh thot që degja të futet në vendin ku futet beri në xhepër, pra a ka shans në mendje futin beri brenda në xhepër, të futet brenda në xhepër ku hyn beri të futet degja. Kjo nuk mund të ndodhë. Ashtu do t'i shohësh ti që mund të hyjë ndonjëherë ndonjë hipokrit brenda në xhenet i tij. Bie shembull shumë interesant. Për të vetëdijsuar njeriu se feja është e ardhur që ta korrigjon dhe ta kthejë njeriu ka e drejta që ai të përmirësohet në jetën e tij. T'ja bëj me di se në këto vese, nga se ka veset me munafikit, pos përgojimit është përçarja, xhelozia, që ai patën në shpirtin e tij. Allahu mëson njeriu që ai të përdor me mendjen e tij ilaçet për shërim. Por ka disa smundje që janë brenda në shoqëri, që i takojnë smundjeve shpirtërore, smundjeve të zemrës. Hipokritit nuk mund t'ja shëroj zemrën e deri as ndonjë hirurg tjetër që kemi këtu brenda në këtë vend ku jetojmë. Ai mund t'ja ndrojë zemrën, por zemra e hipokritit nuk shërohet. Zemra e hipokritit dhe ati njeriu të ligë shërohet vetëm nëse arrin ai të pendohet sinqerisht dhe të fillojë të përmirësojë gjendjen e tij. Nuk shërohet në spitalet e zemrës tu, në spitalet tonë. Zemra e hipokritit tregon Allahu se nëse ajo nuk përmirësohet me fjalët, me udhëzimin e Allahut, ajo do të jetë e sëmurë dhe ajo zemër do ta çojë njeriu drejt fundit të zjarrit të xhehenemit, nga se vendi i tyre është në darkil asfali min an-nar. Munafiqët, hipokritët, vendin e tyre kanë në fundit, do të jenë lënda gjekse e zjarrit të xhehenemit për në botën e ahiret. Por për ata të cilët bajnë fjalë, bëjnë shpifje, përgojojnë, Allahu përdori një shembull shumë interesant nëse marrim të analizojmë. Vazhdo në jeti dhe thotë shifeni. E yuhibbu ahadukum. Filloni ju të vazhdoni të përgojoni, të merrni në përgoj, të shpifni, të përgusni diketi. Dijeni se a dëshironi ju dikush nga ju e yekule lahmen akhihi mejten, atë është e barabartë sikur dikush nga ju nëse përgojon të dojë të hajë ushqim, të ketë ushqim, për ushqim mishin e vëllau të di të vdekur, që është një iritim, të hahet qenazë. Të hahet softira në Islam është e ndaluar rrepsisht. Por mos diskutojmë njeriu të hanë qenazën e vllaut të tij të vdekur. Thot me keni duhu, ju atot e urejni. Nuk ka njeri që nuk duhet të urejni. Vetëm të shmendurit, elhamdulillah, atje ku ka Islam nuk ka kanibal. Perëndimi ka problem me vetvetet, ashtu siç ne kemi problem me disa çështje si musliman. Tash se kjo tregon se sa problem kemi ne musliman mes vete. Nuk kemi problem në Europën. Europa ka problemet e veta, do t'i zgjedh një ditë. O do t'i zgjedh si rezultat i nevojës o çare tjetër nuk ka. Çdo kush është i detyruar të shkojë pas
udhëzimit të Allah. Pas ligjeve të Allah shkon e gjithë krijimi i Allah. Jënë të detyruara planetet, universi të notoj drejt caktimi që Allah u ka dhënë biler. E mos diskutoj për njerëz. Pra, ne nuk kemi kanibal. Kanibal do të njeri që hanë njeriu. A i para se gjithë është njerë e vret atë, dhe pastaj kënaqet shpirtërisht duke hëngër njeriu e vdekur. Njeriu shëndoshtë duhet ta urejë. Islami neve në mëson që me para se gjithash si duhet të ushqehemi. Me parë ushqimesh ne duhet ta ushqejmë trupin tonë që të jetë i shëndetshëm në këtë jetë. Andaj Allahu të përtekullah, keni frikë Allahut, na drejtohet, na jep përsëri mundësi që ne të korrigjojmë vetën tona. E kam fjala të korrigjojmë vetën tona si që ndrojmë në çarshi, si që ndrojmë në xhami, si sillemi ne kur përcjellim një xhenazë. Në ato momente kur duhet më së tepër ne të kërkojmë lidhje me Allahun Azza wa Jall, kur vdekja është mësimi më i mirë për të gjallin, edhe aty kur përcjellim xhenazën e përkojojmë. Subhanallah. Pejgamberi alayhis salam ka folë atë që është më së drejtë. Kur thotë se Allahu i don më së tepër ti xhami ku përmendet Allahu, vendet ku lartësohet dhe madhrohet Allahu, derisa i uren të rejtë. Shohim se çarshit tona janë përplot përgojim, shpifje. Djalli i mallkuar dhe interesi kësaj dunjaje ka bërë ata që vetëm të shpifin. Andaj Allahu na jep afat, na jep mundësi, dhe do të keni frikë Allahut se një ditë ju do të ktheheni tek unë. Me këto cilësi ju nuk e keni lehtë të kaloni provimin dhe të fitoni mëshirën e Allahut dhe të siguroni një vend të duhur në xhenetin e Allahut. Dijeni thotë se nëse ju do të frikoheni dhe do të korrigjoni vetën tuaja, inna Allaha tawwabur rahim. Allahu është falës dhe është mëshirues i madh. Muhamedi alayhis salam në praktikën e na mëson mbi pasojat të cilat i përjeton një njeri i cili është përgojues, i cili patën fjalë. Është interesant se disa dënime Allahu i do t'i vërnon për në botën e ahiretit, por disa dukuri, mëkate, gjunare, Allahu zbret dënimi kish në këtë botë. O duke jetuar ai mëkatar, Allahu zbret, rëzon nga fytyra e tij maskën dhe e deshifron personalitetin e tij o gjatë jetës së tij në varrezë. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka tërhequr vërejtje që ne t'i ikim këtyre dukurive të gatë. Më së miri na tregon hadithin të cilin transmeton Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, i cili thotë se ishim thot një ditë Muhamedi alayhis salam duke kaluar rreth disa kopshteve të Medines dhe pejgamberi Allahut hetoi tirvare dhe u ul pranë tyre dhe tha: imma innahuma yu'adhibani wa ma yu'adhibani fil kabir. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. Pejgamberi alayhis salam kur ul dhe ju tha sahabëve, shokëve, tha se këta dy pronarë të tyre dy vareve
disa përjetime për njeriu kur është në varr. Nëse është nga të mirët, pejgamberi thotë se ajo bëhet kopsh prej kopshteve të xhennetit. Ndërsa për besimtarin, për mëkatarin, gjunaxharin, bëhet hufratun min hufrin me nira. Bëhet hupner, grop prej gropave të zjarrit të xhennetit. Dhe pejgamberi alayhis salam nuk e la me kaq. Tregoi se kush janë këto të cilët janë duke përjetuar dënim, dhe cilët ishin gjunarët punët të cilat shojnë që ata ishin duke përjetuar dënim. Dhe tha, se njëri tha nga ata ishte i cili jep shqipin e mime, cili e ka parë për zanat, që ajte përgojoj. Subhanallah, të shëgjiri këto, kemi arrit, para se gjithash përgojoj njerëzit të cilët kur flasin për islamin, mendojnë ata se hoxha merret me ata. Kur flasin në mbi mëkatet, o vllai i nderuar, kur flasin mbi halalin dhe haramin, asgjë nuk ndat në çepin tim. Ajo për mirën tënde, vllai i nderuar. Dhe ti merr guximin dhe përgojon Alin, përgojon dietar, përgojon imamin. Kësi njerëz ne kemi këtu në Çarshi. Këto njerëz janë ndoshta afër xhamisë. Unë ku folë dhe do të flasë bi dukurit negative. Dikuj ka penguar dersi im pak dit para natës së vitit të ri. Dhe dikuj nesër i duket imami si babagjysh, babadrimë, subhanallah. Kjo është turpi iman. Edhe sikur imami të ketë mëkate si qëton djetarët sa malet, sa kodra të larta, punët e tia janë aq të mëdhaja sa që i gjasojnë natës e cila mbulon kodrat. Natën a i shohën me kodrat, jo. Korrigjohet të ndë vllai dashur. Mos u merr me imamët, mos u merr me hoxhallarët, mos u merr me profesorët. Të shëndan mundësia largohu nga ky vest i shëmtuar, nga se pejgamberi alayhis salam me këtë hadith na vërteton se qysh në këtë botë e ndër pa u shkatëruar gjithësia, ka filluar procesi i dënimit të atij i cili përgojon. Dhe i dyti, pejgamberi alayhis salam tha është ai i cili nuk ruhet nga urina kur urinon ai. Shifeni, sa punë e miqt që ka përgojimi. Një kategori i ka futur Allahu Azza wa Jall, atë që përgojon dhe ai i cili nuk ruhet gjatë urinimit të tij, fillon dëshkimi gjysh në këtë botë. Andaj, pejgamberi alayhis salam na mëson kur s'ke që të punë, të pejgamberi alayhis salam. Nëse fjala është nga argjenti, nëse ti ishte qëllosh, ka vlerën e argjentit. Por nëse nuk di isha zjedhët, shuj, hesh se heshja është nga ari. Mos u merë në përgojim. Mos përgojo, nga se fundin e ke këtu që nuk ka mundësi kush që të të shpëtot nga dënimi i Allah. Pejgamberi alayhis salam thotë, kush beson në Allah dhe në ditën e gjykimit, le të flet fjalë të mira ose le të hesht. Andaj duhet të jemi të kujdesshëm dhe të ruajmë gjuhën tonë. Nga se me gjuhën tonë ne ruajmë shenjtërinë e besimtarit. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar neve se besimtari për besimtarin është i shenjtë. Deri i tij, malli i tij, autoriteti i tij është i shenjtë. Plagët e gjuhës janë tepër të rënda vllai dashur, sa që ato plagë nuk i lën edhe arma. Se ato plagë që i lën arma, njeriu arrin t'i shëron, ndërsa plagët e fjalëve futen thellë në zemër dhe nuk mund të shërohen kurrë. Sa që edhe çdo një plagë e armës, subhanallah, burimin e ka nga plaga e gjuhës së njeriu. Nga përgojime, shpifjet të cilët
bëjnë njëri mbi tjetrin. Prandaj le ta shfrytëzojmë këtë gjuhë për një pajtimi para së gjithësh. Le ta shfrytëzojmë këtë gjuhë që të lartësojmë Allahun azza wa jalla. Të flasim fjalë të mira në shoqëri. Dhe mos jetë gjuha jonë shkak për ndarje, për hyrje, për sharje. Le ta ruajmë gjuhën tonë nga rreziqet të cilat na i sjell kjo gjuhë. Para së gjithash të folurit pa kuptim, ne bëjmë mëkat mbi veten e Allahut. Bëjmë shpifje, bëjmë përgojim, bëjmë nënshmim, bëjmë përmbusje dhe ofendojmë njëri tjetrin. Andaj për në fund, meqense edhe ezani përfundoj, dua të secili nga ju e shef këtë, kjo është një kalendar. Faqja e parë është gjamja. Kiblja ku besimtarët e kanë për obligim të drejtohen për çdo një namaz. Këtë ke ditë më që fakt është. Por nuk e dini këtë tjetër. Se këtë kalendar nuk e ka qitë Bashkia Islame, nuk e ka qitë ndonjë agjenci turistike, ndonjë agjencion që çon për haç për umre. Me këtë kalendar ju urohet viti i ri muslimanëve nga pastoret, nga kazinot të cilat sot i kemi ne brenda në Tetov. Kazinoja zlat nga kopat. Ju uron muslimanëve, fëmijëve të muslimanëve, me kalendar islam, subhanallah, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ne kemi Allahun dhe mjafton Allahu për ne. Korrigjoni vëllezër, fëmijët ku i keni. Shifeni farë në çmimi ju bën muslimanëve. Ne nuk jemi as arab, as turq, as shqiptar në Australi, as në Zvicër, as në Francë, as në Gjermani. Jemi në trojet tona, kemi derë gjatë për këtë islam dhe këtë vatan. Dhe dikush të na llogarit neve si ardhacak dhe të na ofendoj në ndjenjat fetare në këtë formë, kjo është turpi i madh. Ku është pasia islame? Ku është kryetarja e komunës? Ku janë kryetarët e partive? Ku janë qeveritarët që i kemi ne atje larg? Si tolerohet të del një pastore që s'ka lidhje, islami lufton kjo qabe, nuk e kumë griso qabe, e grisa këtë reklamë. Kjo është zemrën time dhe zemrën tuaj. Kjo qabe, to xhamit të bukura, këto na mësojnë se ne duhet t'i luftojmë dukurit negative. Dhe ky zotri proklamon firmën e tij nëpërmjet qabe, subhanallah. Çfarë do të bënte para reagimi do të bënte Coca-Cola nëse në shishën e Coca-Colës të reklamojë strunga? Çfarë do të bëjë? Skandal botëror bëhet. Ndërsa neve na prekën dikush mrenda në sedrën tonë, në gjiksin tonë. Kërkojmë vendisimin para së gjithash të prindërve t'i kontrollojmë ku na shkojnë fëmijët tonë. Dhe një ditë me siguri se do të marrim llogarinë edhe nga të tjerët, të cilët batin përgjegjësinë që Tetovën e kanë shndruar në bastion, në çelë të kazinove dhe të pastorëve. Shifet vetë rruga. S'ka nevojë në ta flas. Dhe për në fund, lusë të madhin Allah. Që vetëm atë ne kemi ndihmëtar që Allahu të na ndihmojë në këto situata të vështira. Dhe për në fund kemi dua të shumta të hapur të qenë me të para se të vëllajë, kush ni safa se kemi pasë